Një moment I cili po ashtu ka mund ta ndryshoj rrjedhën është një bisedë të cilën ti e ke me Rifat Jasharin për punën e Ademit, disa ditë para se të vritej ai. Po, ka qenë mesi I mujit shkurt nëse s'gaboj, edhe janë dy gjëra që kanë ndodhur aty. Ka ardhur Chris Hedges, reporteri I luftës I New York Timesit, edhe më ra në kontakt gjithçysh në bashku, edhe tani ne kemi organizuar përmes një mikut tim Idris Mehmeti është nga Drenica. Ai ka folë me një shok të vetin, me një Kucin, një aktivist I njoftun. Edhe është organizuar, edhe Chris Hedges është ku I ka marrë intervista është botu New York Times, edhe është botu fotografia tyne por me maska. I kam ata fotografi origjinale në ditë do t'i publikoj në arkivet të Kosovës. Edhe intervista përfundon me fjalët të Hamza Jasharit. Ju lutem na dërgoni armë. Është një intervistë e jashtëzakonshme. Edhe tash ndërkohë mu më thret një diplomat kroat dhe thot ka nevojë me të pa urgjentisht. Edhe tha, qysh është gjendja në Kosovë? I thash parafrasisht ç'është është. Unë na kemi informata që Drenica është shumë rrezik. Se kishte ndodhur rrethimi I Jasharëve në janar, me 21 janar, do të thonë 2 muaj përpara. Edhe Serbia është I përgatitur hakmore. Të njëjtën gjë mas dite thash sigurisht ka folë më kanë thirrë 2 diplomat perëndimor të fuqive kryesore aleate tonët, edhe më kanë thonë çka është ndodhur atje a din gjë, a ki dieni për këtë punë? Thash ne kam që dieni që më ka thonë një burim kroat. Pa hin detaje fund. Situata është shumë më serioze që siç I mendon ti, jo thash unë më më thonë që unë jam krejt I vetëdijshëm sa serioze situatë. Edhe jam I sigurt që ka më ndodhur një kasapane vërtet atje. Edhe e kam thirr Rifat Jasharin, edhe kam thirr Idris Mehmetin që përmenda parë, edhe është ardhur Rifati me taku në Berg, stacion trenit në Berg. Kemi nejtë. Rifat Jashari është një personalitet I veçantë, më thonë. Ka pak njerëz tjetër që ishin burr I mëshëm, burr I urtë, një që e tjerë fjalë. Jemi ule kemi bisedu, edhe I kom kallëzu. I thash, une informatat që I kom për kazin kanë me bo rrafsh me tokë. Edhe kisha me të lutë shumë. Thuj Ademit edhe Hamzës me çdo kusht le të dalin në Tiranë, me pa diplomatët, me pa që mëse pa serb pretekst për me masakru se ta lufta kishte marrë havë tillë që nuk nale më lufta, po ne duhemi evitu mos më masakru njerëzit. Edhe nga informatat unë që I kisha për gjanat që kishin ndodhur për kaz të thotë pak I di njerëzit. Domethënë kishin ndodhur gjëra shumë të rënda me familjet, me njerëzit, me kishin arrestuar gra, vajza, serb ndërkohë me njëherë pas rrëthimit të parë me 21 janar. Edhe e disha që Ademi nuk del. E kisha një bindje. Plus ishte edhe deklarata e ambasadorit Gelbart, ku thotë se që janë Beograd, po e përmend thotë terrorist. Do të thonë është organizatë terroriste. Dhe ishin këto dy ato. Serbia ka marrë si dritë Gjelber për me sulmu. Po. Edhe I thash, po të lutem sikur vllaut, se kjo ka më ndodhur çështë. Rrafsh kanë me bo për kazin. Thonë, po flasëm me ta. U këthyja, natë të këthyjnë minë hen, edhe tani, mas 2 netësh, më thirë. Thashët që a I s'pëdër me dalë. A e ka vendosur me ecët. Edhe me datën 7 mars, më ka thirë një për diplomatë që më kishtë thirë me më kallëzu që përndodhët. Ka ora 9, më gjithë, tha, ngushlimet I mje matë si qërë, tha, kush, të ishtë me të zalma. Edhe, qka me bo të këme bo, dhe më thonë, kam shku në Gjermani,
edhe nuk ja fali vetit kur që kom leju më arë me mua dhe një individi cili kishte përgjegjësi serioze për to, për mos përgatitjen tonë, për minimin e veprimeve të qeverisë. Po s'musha mu qka për ti dhe për kemi shku me datën 8 mars, në orën 6 mëngjesit. Te Rifati. Ishte me ata 2 djemë të ri dhe për lëzimi e bekimi, të kanë qenë ka 17 vjeç, 16-17 vjeç. E kom pa aty Rifatin. Nuk kam fjallë me të përshkru. Ishte peshta përgjithësisë. Ishin shumë çka që u bon bashkë aty. Qështu edhe tani pastaj dulën publik që ka ndodhë, te ka ndodhë këtë ato, por ky ishte fati edhe me Sharit, ai është sakrifiku me vetdije. Aja ka ditë se ka qenë vendim. Ai ka qenë i vendim i pakthyeshëm. Kjo është piku më i madh i luftës, domethënë kjo është kthesa që dëshmon gatishmërinë e një populli për të mos sakrifikuar, domethënë ky është shndruar në simbol të krejt shqiptarëve të Kosovës, jo vetëm ai, po fëmijët e tij, prej më të vogël deri te më i madhi. Jo vetëm të tij, po të familjes së Sharit në përgjithësi. Dhe çfarë gëzimi është çdo vjet kur po dalin fotografitë e fëmijëve, pasardhësve të tjerë që po dalin. Që është shaja më e bukur, simboli më i bukur që i jepet ringjalljes Kosovës, po. Ringjalljes Kosovës. Simboli më i bukur i për ty ka qenë kthimi në Kosovë, faktikisht edhe takimi me nanën, të cilën se ke pa prej vitit 1900. Shumë vjet kishin pa. Po, ka qenë takim, ka qenë takim interesant dhe por aso kohë, kur kom bardhë atje, ishte Kosova ishte e djegne. Ishte më shkru me hidhë. Ti shkove drejt në Tomoc? Tomoc edhe ishin familjarët e mi, ishin djegës dhe gjaj ishte djegë aty, por kishte rinisë jetë aty. Kishin fillu ata njerëz me ndërtu, me bon diçka, me lëviz, me një herë dhe po. Ata janë kthy gati për një herë me forcat e këforit, janë hi njerëz të Kosovës, dhe më kashtë një kthim ti, unë mendoj që është një kthim, edhe ikja ka qenë biblike, po dhe kthimi ka qenë biblik. Edhe forcën, dinamikën e kombit shqiptarë të popullit tonë, e njerëzat Kosovës, e njerëzat thjesht Kosovës, dashuria e pakusht ndaj tokës vetë, ndaj dheut vetë, e ka bërë gjitha të gjona, ata u kthyn me njëherë, por kur e marrën Prishtinë, në veton e kam ajo që më ka rënë sy mu puna e parë. Ka qenë ku ka qenë garnizoni i ushtrisë, shtëpia armatës që i thuhet, edhe shtëpia e lidhjes së shkrimtarëve, edhe sekretariati i punëve të brendshme. Ky farë trekon që i kështu, po këtan. Edhe me njëherë më ka ra në sy ajo, kur flisa me njerëz që vinë nga Kosova, që ishin shumë të kujdesshëm, që nuk kishte eufori, që kishte shumë realizëm, edhe që duke nga njerëzit në përndim, në mërgjim që ishin shumë më lirë, kishin shumë më të lirë, kishin mundësi me vepru, kishin mund shka me bëhtën, më ule me mendu seriozisht për fatin aty në njerëz që duhe më këthytu. A ishte aktivist, më kujtohet kur ka në atë islami me flakën ka me një rast atje, edhe ka qenë i mbledhje OSB-s në Gjenevë, në qendrën ndërkombëtare të shtypit aty, ata ma ishin mbledhje atje, na organizojnë dokumente, ishin organizuar shumë mirë, e ishmendojshin dokumentet. Edhe tash kishar ministri i jashtëm i Serbisë, një Jovanović, Vladislav Jovanović. Edhe ai shkrike i merke dokumentet tona, se ne ishmendojshim dokumentet ku ka qenë ato kutit postale, po. Ai shkrike i merke dhe i këshyrke dhe në hati, e po ku ishim shefa i dikun, që. Po dhënë, edhe aty ishte diçka të mënë, për një person që i sharë nga ilegalja, që duhe muru, që duhet me pas kujdes maksimal për të gjotë, aty shishe që realisht Jugoslavia ka hongër drejtë që për gjithmonë aty. Sepse tani me abaj dertin
në hatit ku vina arrestojnë në raport, aku me di çka drejt që i bëhat me tatin. E ka hup frikën. Mje po, kishte humë frikën, nuk kishte marrë, ishte vra frikën.